janë të dënuar ose të paktën të arrestuar, por sërish, edhe pas hekurave, kanë zgjedhur që votën t'ja japin Partisë Socialiste, me në krye kryeministrin Edi Rama. Kutia e burgut të Burrelit ishte e para që u numërua dhe nga rezultati të dënuarit kanë qenë pak se të ndarë, por sërish ka dominuar Selia Roz. Partia Socialiste ka fituar me 28 vota, ndërsa ajo demokratike ka marrë 17 vota. 2 vota janë shpallur të pavlefshme. Partia Socialiste ka dominuar edhe në burgun e Fierit me 217 vota. Koalicioni Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka marrë shumë më pak vota, vetëm 92. 8 të burgosur kanë votuar për Partinë Mundësia, 4 për Nismën Shqipëria Bëhet dhe 3 të tjerë për Partinë Social-Demokrate. Lëvizja Bashk ka marrë vetëm 1 vot. Burgu i Durrësit mund të cilësohet si bastion i majt, pasi nga 195 të dënuar që figurojnë në listën e zgjedhësve, vetëm 34 prej tyre kanë zgjedhur opozitën. Në këtë burg kanë votuar edhe kryebashkiaku i arrestuar i Tiranës Erion Veliaj, Jurgis Çurbja, Alçi Bllako, Lefter Koka dhe Ilir Beqaj. Brenda burgut të sigurisë së lartë në Peqin janë hedhur 73 vota për Partinë Socialiste, 15 vota për Partinë Demokratike, 2 vota për Partinë Social-Demokrate, ndërsa 3 vota janë shpallur të pavlefshme. Burgu 302 në Tiranë gjithashtu është lyer me roz, pasi Partia Socialiste ka marrë 111 vota, ndërsa koalicioni opozitar vetëm 34 vota. Gratë nuk kanë bërë përjashtim. Të gjitha të burgosurat të burgun e Pojskës kanë zgjedhur Partinë Socialiste.